Kravarica është një ndër fshatrat më të njohura të Anamoravës i vendosur në komunën e Gjilanit. Ky fshat shtrihet në një zonë kodrinoro-malore, i rrethuar me kodra dhe gjelbrim, duke i dhënë një pamje të veçantë natyrore dhe ajër të pastër. Pozita e tij mbi nivelin e detit e bën klimën të përshtatshme për bujqësi dhe kultivime të ndryshme pemësh. Thuhet se emri Kravaric ka mbetur ndër breza nga kohët e hershme, duke u përcjell gojë më gojë nga banorët e vjetër të këtij vendi. Fshati ka ruajtur traditat, kulturën dhe mikpritjen shqiptare ndër vite. Kravarica njihet sidomos për vishnjet e saj të famshme dhe për kultivimin e shumë llojeve të pemëve e kulturave bujqësore. Toka pjellore dhe puna e balellshme e banorëve kanë bërë që ky vend të dallohet për prodhimtari dhe përkushtim ndaj bujqësisë. Në pranverë dhe verë, fshati merr një pamje mahnitse nga pemët e mbushura me fruta dhe gjelbrimi që rrethon. Banorët e Kravaricës njihen si njerëz shumë punëtor, të ndershëm dhe mikpritës. Edhe pse ndër vite fshati është braktisur nga shumë banorë për shkak të migrimit dhe jetës në qytet apo jashtë vendit, dashuria për vendlindjen nuk është shuar kurrë. Kravarica mbetet simbol i punës, traditës dhe lidhjes së fortë me tokën e të parëve, një vend që edhe kur zbrazet, vazhdon të jetojë në kujtimet dhe zemrat e njerëzve të saj. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër, një kënaqësi shumë e madhe, ju e dini dhe tashmë unë kam traditë që më e ritheksu në për secilin emision, që kënaqësi e madhe që e kam fatin me u thu në për fshatra të ndryshme të Republikës së Kosovës, të Votrës tonë. Fshatra këto që mbi vete, ndoshta mbi supet e vete mbajnë një histori bukur të madhe, bukur të lavdishme, si në kohën e luftës së deri në ditët e sotme. Nga pamjet sigurisht që gjatë ditës së sotme mund ta vreni një fshat i cili është nën qetësinë e banorëve, jo që ka qenë gjithmonë kështu, mirë, po ndoshta me periudhën e kohës, me sfidat e kohës, nga njerëzit ato edhe u bëshatesën në fakt. Sot kam u thuar në fshatin Kravaric të komunës së Gjilanit, një fshat shumë i vjetër, një fshat që ka kaluar në periudha kohore, qoftë edhe të luftës, e sidomos më e dhimbshmja ka qenë ajo kur banorët edhe e braktisën atë. Unë dua të ndalem vetëm tek viti 2011, ku banorë kishte 260 për tyre. Tashmë që kanë kaluar disa vite, ne mund ta marrim me mend në fakt që ata nuk janë sot këtu sepse e kanë mësyer qytetet dhe sigurisht që ka edhe mërgjimtar nga vende të ndryshme. E nga kjo qetësi, unë uroj që sot kam të taku banorë të cilët flasin me mua, e të cilët më tregojnë më shumë rreth këtij fshati, çka di për Kravaricën, është që si vend banim gjithmonë në fakt ka qenë edhe është njohur si fshat i vishnjes. Pra është kultivuar vishnja, e që edhe sot në fakt shohim të tillë, sepse edhe pas privatizimit të tokave bujqësore, ajo traditë vetëse ka vazhduar. E në këtë fillim të emisionit sigurisht që ne nuk do të zgjasim shumë, por me dëshirën që kam e taku njerëz e që kanë më folë për këtë vend banim, për adhejon e tyre, e që sigurisht është shumë i dashur për ta në për të gjitha vendet që unë shkoj. Nuk e di sa po mëni me vrejt sot, po në anën time djathë e kom kujtë, në anën time të majtë e kom dinin, e sigurisht që nga ky fshat po besoj që do ju sjellim shumë çka mbi gjitha natyrën, e ju sjellim nostalgji të gjithë atyre që kanë jetuar në Kravaric. Fillimisht po ju lë vetëm me pak pamje, e ne takohemi vetëm pas pak, e që uroj dhe shpresoj me rrethimet e banorëve të fshatit Kravaric në komunën e Gjilanit. Takohemi vetëm pas pak.
Për deri sa I shohim pamjet në Kravaric, sigurisht që se që potencova në fillim, qetësia që vjen nga mungesa e banorëve vrehet dukshëm realisht, por që e kemi gjetë një mënyrë që më ju tregu dhe juve kështu pak ma pamje që vinë sigurta që banor ka tepër pak. Banorët e kanë bëshatis fare për mos e punu tokën ose diçka të tillë. Sigurisht që kjo nuk qëndron sepse banorët historikisht kanë qenë shumë punëtor të tokave të tyre. Tashmë e kemi marrë rrugën pikërisht me aty që këta banorë vetëse I simbolizon ata ose ndoshta I karakterizon më mirë le të themi sepse plantacionet me fruta të ndryshme sigurisht që I bën ata shumë të veçantë. Dhe jemi duke shkuar tek rruga ose tek toka e zotit Alban Isufi që kemi me u mahnit, po ashtu dhe ju keni me u mahnit me bukurit që I ka të mbjedhura dredhza, qërshia, nektarina e shumë çka tjetër. E mbi të gjitha që është një tokë shumë pjellore kjo e Kravaricës. Kështu që për këto pamje që po janë qaq spektakulare, sigurisht që du më I falendëruar një herë të dy djemë që janë me mundim shumë të madh duke ju ofruar. Infrastruktura, ndër të tjera për derisa shkojmë, po dua t'ju them dhe dua t'ju tregoj që sa I përket infrastrukturës, në Kravaric ka qenë njëra ndër arsyet në fakt që banorët dikur e braktisën këtë fshat, ani pse ajo erdhi shumë më vonë. Dhe siç ndoshta mundet mu po përmes pamjeve në një rrugë të pa asfaltuar ose shumica prej saj është rrugë e pa asfaltuar që ka bo me jo vështirësu banorëve jetesën edhe qarkullimin. Sigurisht, por çka është e mira që në vikende në Kravaric tashmë po vinë njerëzit edhe po e kalojnë vikendin e tyre. Gradualisht vendet rurale po rikthehen në vende që ato mundën me u frekuentuar nga njerëzit që e dashurojnë natyrën kështu në mas të madhe. Edhe tash unë për që po e bëj emisionin edhe mund ka hyja ajo dashnia e madhe që kur I vizitoj këtë fshatra me shiu edhe vetë natyrën. E mbi të gjitha kur ka të bëjë me një natyrë spektakolare të mrekullueshme që unë e them gjithmonë që Kosova e ka. E mbi të gjitha kur isha tek njerëzit që po ndërtojnë e po investojnë gradualisht ka edhe bujtina të ndryshme mbi të cilat tashmë edhe investitorët, sepse dëgjova shumë njerëz nga toka që pikërisht kjo është këto, është një njeri nga fushë Kosova që gradualisht është duke e marrë dhe duke ndërtuar dhe kjo është më e mira që mos më e la atë zonin e fshatit me ra komplet në heshtje. Me qenë se kemi një terren pak më të vështirësuar, ne thash jemi në rrugës për të plantacioni I zotit Alban e që takohemi vetëm pas pak aty. Është terreni shumë I vështirë, kështu që ju ofrojmë pak pamje e ne takohemi vetëm pas pak ju lutem qëndroni me mua me këtë emision në Kravaric që sot kemi me u kënaqur së bashku. Rrini me mua. Që kjo është ajo që në për secilin emision e thom që çfarë toke e ka Kosova, ndoshta menja mundet veç me na shku, po kur e shohim kështu me fakte, ndoshta është edhe ajo që du me e paraqit përmes emisionit sepse për me vlen, sidomos kur takojmë njerëz punëtorë dhe njerëz të cilët I bojnë të mrekullira, sigurisht që Zoti val ato, po kujdesi është jashtëzakonshëm. Këto janë dredhzat e Kravaricës. Në fillim thash që si vend njihet sigurisht edhe për vishnje, po që sigurisht që me kalimin e kohës, me qenë se është një tokë shumë pjellore, banorët kanë filluar që dredhza, mjedra e shumë çka tjetër. Dhe thash që në fillim, urrej që kam e taku banorë të cilët në fakt më tregojnë se çka sakt kultivohet në Kravaric, po e shoh dikon atje, po nuk e di a ka me dal njëri normal të hongër dredhza. Dhe me sa dëgjova, që shtojnë një fjalë e popullit as nuk janë stërpejnë, janë taman bio, kështu që po provojmë edhe me fol, o të ngo tjeta.
A dënë musafir? Kësi musafir që të në herë, viç kanë hi. A i që shia. Mirë të gjeta këtë farë gjenetin tokë. Indërum, lejot më ta vendosi mikrofon se unë të dëgjoj ty po edhe shikusit. Mirë se ju kena gjetë këtë tokë të bekume, po i them. Mirë se keni ardhë, faleminderit për vizitën. Agim Isufi, fermer i fshatit Kravaris, për ndryshe nga familja Isufi, plantacionet janë të familjes Isufi, kultivojmë dikon 57 hektar të mishte, duke fillu pi drezës, mollën, qershin, kumbull, nektarina, këto janë kulturat kryesore që na i kultivojmë këtë për mishtën tonë. Mirë se kena gjetë edhe një Mirë herë se tokë. keni ardhë, Pas kum çka me punë, e kena pak shumë erë të fortë të rëj që nuk kam na prish punë. Zoti Agim, po du m'ja nis pak prej vullnetit njerit për me bo një lloj kësoj pune, nuk është e lehtë keq, po besoj njeri kur ka vullnet edhe mundet m'ja dalë. sidomos për juve të ri, të në kom një porosi se na tash pak i kena vu një moshën në diçka, ju duhet më konë optimist në fushën e ju. Shesh ka mund me prodhu për shembull fusha e Kosovës çka mund me bo. Këtë nalësim vitetare mbi 650 metra. Ju duhet më konë entuziast se toka jonë është më konë nuk i thojnë shqip ari. Ari llogaritet me ari, që ne ari nëse altani, dukat, po. E tokën e kemi dukat, kemi gjitha premisat për me mbijetue, ju të rritë duni me punue. Vetëm ajo duhet më konë entuziasm gjatë punë, me sakrifiku ka pak, nuk është në diçka që kur na kemi sakrifiku në kohën e luftës, na kemi sakrifiku me këto sene, kemi mjell plantacione sene, ju tash njeri doni me shpërthy, me të përtu pa tjetër. Kur me thu kohën e luftës, me sa po kuptoj si familje pas të fillu më të mirë, po këtë plantacion këtu që so ku Zoti Agim tamam ja keni fillu. Kështu, kjo fshati Kravaris ka qenë plantacionet më të mëdha janë nishtë Jugosllavien të Vishnjeve. Nëse kemi kry shkollën, jemi konë atëherë sistemit e ka imponu, ke punu në si menaxher, ku punu në plantacionin e Vishnjeve. Vitin 83 na kanë largu pi punës, edhe e ku bo një iniciativë, e ku mjell 1-2 hektarë, me një kushërit e amin, edhe pi aty hyt kemi arrit zgjerimin me kësaj sipërfaqe dikun 57 hektarë. 57 hektarë. Tash që edhe provoja na ka bo, për me punësu një numër prej 10 punëtorëve, kemi bo ngritje në kulturave që nuk dojnë vjelje me njerë. Për shembull, fillojmë me drezën, del qershia, kumbulla, tjerat edhe me mollën e përfundojmë nëndorme. Muj nëndorë, 8 orë nëndorë. Prap dua ta lidhi tek fuqia punëtore, Zoti Agim i ke 10 punëtor, a e shtoni mandete fuqia di që është pak më vështirë atje. Ja keni fjolla popullore ja keni gjitë dorën edhe njerëzve të tjerë me keni punësum. Punë edhe familjar punon, edhe me ditje do të me rritë numri sidomos në bjeljen e qershisë. Aty arrin numri deri në 30 punëtor me ditje, se nuk mujë i mojnë atë gjithë. Ashtu po me ditje deri në 30 punëtor gjatë vjeljes, sidomos qershisë edhe mollës. Se dhe mollë ka janë 14 hektarë, në atë kohë do të me rritë. Sigurisht. So është me juve koha? Koha ja ka mundësu, ja ka ndimu, sepse shirat është ta breshëri, a ka ndodhë një po dome, Zoti Agim, ndër vite apo jo? Për zonën tone, vitin e kaluar jemi konë katastrofë, se ngrizat pranverore shumë në kanë bërë. Po, ka pos goditës. Kjo verë, edhe vera vitit kaluar, unë e llogarit që 40 vjetë mirëna me pemtarien, vera vitit kaluar ka qenë më e kopshme për mua, që kjo verë, që është që ta është për moment, deri sot po plasmi, është vera më e mirë. Edhe nuk bën më ftoftë që thësh me jo kanë rrugë klima ase. Që viti kaluar ka qenë shumë ekstrem, ky vet është fenomenal. Nuk duhet mu sa të punit dhe tjetër kosh, na nuk e di. Ja, nuk mujna me opërsi, po që se si mos mi u shku mundi poshtë. Fruti që ka ma shumë t'i vlera, kështu nështë ose tip e merë, edhe pse i keni disa pjesë, po që për ty është pak ma knaci. Aktualisht jemi tek drezat, po që për ty nështë... Vlera e çdo pemës është e njëjtë. Zoti për shembull e ka bo pemën e parë, drezën, që gjithë ere me pas njeri pemë, në tonë sezone me pas pemë. Çdo pemë për sezonën e vetë është me vlerëshme. Çdo kohë do të me përdor pemë.
për shembull Dreza është në qëtë moment, është qershia. Zoti vetë i ka prodhuar për me pas njerëzit tonë sezonën me kultivu. Si reagim, procesi ose sistemi i ujit bollshëm si fshat Kravarit mos anë edhe ty? Po, vetëm me shpime, kemi bërë na 5-6 shpime këtu, edhe i tonë infrastruktura është e rregulluar me sistem të ujit. Por ndryshe edhe tash janë të ujit Dreza, se pa çdo vjeljes bëjmë ujitje. Akumulohet një sasi e ujit gjatë aty në bishtave të edhe zakonisht e preferojmë një ujitje. Ja bëhet me dorë, po me makineri çka keni punë? Keni pajisje të bollshme? Nuk i kemi gjitha mirë, po gradualisht tu ase po ato ma domosdoshme ti kemi, dhe tjera nuk i kemi. Ndoshta me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës mendojmë që bëjmë, edhe këta djemë të rinë ashta edhe këta janë Qarkullojnë, edhe punojnë. Po. Sigurisht. Po du më të pyet pak, a i keni bo veç me forcat e juva, a keni pas ndihmë ose ndaj, po them ndaj dona qenë ose diçka prej institucioneve a ju? Kone dysh ministrisë bujqësisë? Personalisht për vetim ju tregoj kështu. Edhe nuk jam i dhënën gjithëherë me shku me kërku të shteti. Shteti ka punë të veta në tona. Mirë po, grande nuk e në fitu, subvencionet i marrë, subvencionet po rregullisht i marrë. Vitin e kaluar kemi bo për ngricat, kërkush nuk na ka përgjegjë. Gjithë verën e gatë na kanë lyp fotografi, edhe një fotografi po duhet, edhe s'kana marrë kurfar dashkërbimi. Grande nuk u marrë, qështu me forcat tona. Edhe ma mirë, unë jam mirë orientuar veç me forcat tona, nuk e kam të në më. Ju t'ju halal qoftë. Para se me fujt pak për ty edhe për moshën që e ki, tregon pak qysh parashihet me qenë tregu. Kemi po den 18 euro kilogrami i qërshive, kemi po den 4 euro paketimi i drellzave. Unë e di që kur vi nga jashtë sigurisht që mund dhe me qenë, po qysh parashihet tregu, a kemi të bollshëm? Unë mendoj se unë e di sa plantacione ka në Kosovë, unë e di që plantacion kërgjë i madha që kujoni me qërshik, dikunor 6 hektar, edhe qërshia është në gjendje shumë mirë, është edhe një shok i imi një unik atje punon, edhe ai ka një sipërfaqe shumë mirë të qërshis, edhe besoj që ka me plotësua dikun çmimi ka me qenë shumë i volitshëm. Nuk ka me qenë e çmim astronomik se me shrit nga qërshin 15 euro, 10 euro. Na këtë kishmi bëndërzu edhe me drone kishmi punu këta, po na mendojmë dikon me shku 3-4 euro çmimi i qërshis edhe me pas tregu. Pasi qërshia është një pemë që duhet kujdesi në vjelje, nëse është pak më shtrejt, po ka me ra çmimi drastik. A muna me jetë vetëm pak, edhe kamermonat po ma bojnë Po. Me shenjë. Ti, ju njeri pozitiv sot dush. E përmendëm me herë që realisht kur takoj persona, so vite e ke mbush tash? 62. Edhe 62 tjera ose 70, sotë që ka thonë zoti, po e përmendëm në fillim atë motivimin për neve trive. Shumë mirë që je ky njeri pozitiv, po më të pyet për mundin që e bë sigurisht që është fitim prurse, zoti Agim, po den që të pikë që jeni ju si familje i Sufi, a o vlen për një met për te i mundit vullnetit që e keni, a vlen me o marrë me këtë punë? Pse? Do të, për shembull, në fillim, çdo profesion që ja nisni në fillim keni me pas vështirësi. 2 vjet e para. Mbrapa, kur të njën me një veprimtari, mendoni mirë, edhe mbrapa më nuk ka, veç të para. Se rruga mbrapa është nuk i qenë në drejtim mirë. Jo, veç me që atu ku i po të met, nuk i ki met po, duni me pas shoqënien, rrethin, për shembull më mirë është me bo një mik se një anë mik, se zakonisht e na jonë ato gjelozit ata senet, më mirë është krijoni miqësi me secili e ka një diçka që kam ju dhënë diçka të mirë. Edhe për ata, bujqësia është sikur dohoni. Nëse ju e bëni dohonin, s'u ne lën më. Si të ishin në këtë asi se kjo vetë është qepë që të rrihesh, po. Sikur dohonin, parën e fundit kemi harxhum dohon. Edhe kjo është qashtë, po. Me qenë se je edhe i Kravaricës, do po besoj je ju shumë krenor që i takon kësaj toke, nuk po du më të lëshu pak, më të pyet pak edhe për këtë vendbanim.
60 e so vite e mbon mend si ka qenë e mbushur me njerëz, zhurma njerëzve, ndoshta blektori keni mojt pak më shumë. Vitet përpara çush kanë qenë zot Jakim? Vitet përpara kanë qenë shumë të mira, tu ka pas edhe firma tjera, edhe çdo shtëpi i ka pas ka 3-4 punësume. Do me thonë, çdo shtëpi në fshat, ka qenë fshati dikon 35-40 shtëpi, çdo familje ka pas ka 3-4 punësume. Mirë po mas luftës ishmi shumë entuziastë. Investuan shumë pemtari, tash pak dikun e kalon pas dorës, edhe jena me disa fermer që mirë me këtë veprimtar. Me sa dëgjova, unë vën ka orë dikur infrastruktura, gjë që ka bo, njëra ndër faktorët kryesor ka qenë realisht, zot Jakim, që shotim o praktikë. Aja, shifni për shembull, edhe unë kam problem tash që rishtyllat e rrjetit elektrik. Një atje në mes është e rrëzu me krejt. Tash me mekanizim do të me i. 3 herë vitin e kalume, kom thirë njerëzja, kom 20 veti, kom me regullu shtyllat, qëfar infrastrukturë. është pak problem, po duhet me gjallnu, po, edhe vetë. E kom kuap me punëtor, e kom shtyllën, edhe me bazidhje. Një pyetje të fundit e kam se je me punë nuk Faleminderit, ja. E keni familje shumë të shnosh, djemë me kullu shumë të regëm, so shkun pas rrugës tonë. Është shumë e rëndësishme kom qef me e përcjell këtë mesazh përmes emisionit se nuk kanë qore për një bove të mirë pa dalë edhe familjar për mbrapa. Unë jam i interesuar me dy sene. Shëndetin, familja që të dy sene janë shajta për mua. Dhe për çdo shqiptar do të më kone kjo asi. Këto tjerat janë kur ta kish familjen mirë, kur ta kish ato, edhe unë je i pa komplekse, ecë puna ma mirë. Familja është shumë mirë, e falenderoj mas pare Allahun, Zotin që ne ka dhënë këto të mira, edhe me punu, tjetër s'ka. Pa punë, binduni që nuk ka kur gjë. Nuk ka. Ato rrugë që janë me fitu pare shumë ato janë pak të vështira. Ndoshta nuk del edhe bashkë. Nuk del edhe bashkë mirë. Njerë duket që mirë, po dikura ka më kanë e keqi. Zot Jakim, jam shumë i lumtur që bisedova me ty. Faleminderit. Unë uroj që kam një shku mbarë që s'ka mos me pas zëmtime edhe të uroj një treg sa më të mbarë, se të ke fundit e bën edhe në gjuhën e popullit është fjala i dare, kështu që uroj që keni me dalë shumë mirë për kësaj sezone. Unë e kam një kërkesë prej popullit tonë, në t'i kultivojnë prodhimet vendore tona, se mas pari na i provojnë fëmijën tonë. Fëmija jonë ka me hongër që ta të pare. Shumë pak preparate, ose hiq, ose me preparate bio, krejti i bojmë i këtu. Prodhimet e huja binduni që janë shumë dëmshme për njerëz, për organizëm. Kanë pesticide të pa kontrollume. Na kur i lëshojmë fëmijën tonë, të partë i hanë fëmijët tonë, mos frikojnë ata tjerë për sigurisht. Pse me marrë pej njerëzve tjerë kur i kena njerëz punëtor të vendit tonë shqiptar? Sidomos për vendeve ku i kemë armiq të gjithë. Absolutisht. Sidomos për atyne është fjala, aty është rrezik i madh ushqimi. Shumë do shket me ndalu. Faleminderit qindra. Faleminderit edhe për juve, e ju uroj për këtë emision shumë mirë që po e bëni, që vi kushton një pak fshatit beleni një entuziazëm pak djadhon. Ma tjetër që po qëtë Se mëra... Ju lëmë pak fomi e takumi vetëm pas pak. Zot Jakim, faleminderit shumë. Shëndet pa qëtë. Shimi vetëm pas pak. Në fakt, nga faktor e sistemet të ndryshme që nga pas lufta, jo vetëm në Kravaric, por në përse cilin fshat pëthuese, takojmë rrëfime dhe histori të tilla qysh banorët e kanë lëshu fshatin. Infrastruktura, e kam thonë ka fillimi aty dikon që ka qenë faktori kryesor që ka bo banorët me e braktis këtë fshat dhe sigurisht që institucionet e mundësuan këtë fatkeqësi që banorët me dollë në përqytetet. Gjithsesi pa e taku ndonjërin prej njerëzve nuk e lë, që të bisedoj me ta, por gjithsesi në qetësinë që mbizotron, sigurisht që pamjet që vinë nga Kravarica, nga ky vend Kodrino Malor,
i komunës së Gjilanit, unë uroj që për një mend ka mu kthy në një fshat turistik edhe vend ku njerëzit e kalojnë kohën e tyre. Ecim rreth e përçark, e me qenë se jemi në një ditë pune, nuk mujna me taku shumë prej tyre, po që e shohim jo në fakt atje, po kujt, po është problem e mri, sepse jo gjithmonë dëshirojnë me fol, jo gjithmonë dëshirojnë me u prononcu, edhe me tregu për fshatin e tyre, ne sigurisht që javë respektojmë atë pjesë, po çka është e mira që ne nuk ndalemi së kërkuari. Me sa kam informacion, e kujta ju vjen pomje, për nga e gjitha kjo pjesë, këto mure që nuk janë të vjetra, nuk janë në prag të rënimit, të gjitha janë të braktisura edhe janë dyer të mbyllura. Sigurisht që ka objekte të cilat i takojnë kohës para luftës që i kanë mbjetu diçka prej tyre, por jo edhe shumë. Në qoftë se flasim pak për shkollën, e që orej nashta na tregon dikush ndonjëri prej banorëve kështu të sakta se çka qysh tek mundën me i pas, i ka veç 3 ose 4 nxënës nga shumë prej tyre që ka pasur, dhe kjo sigurisht që është një fatkeqësi. Urej që kjo erë e fortë sot po na lejon me realizu këtë emision që po e bëj me shumë kënaqësi, realisht me ekipën, me Dinin edhe me Kujtën, edhe me syren e kamerës tonë që për juve banor të këtij fshati ju sjell mbase nostalgji ku ju e keni kalu fëmijërinë në për këto sokake që dikur kanë luajtur fëmijët e që sot e shohim të zbrazët. Takomi vetëm pas disa pamjeve që ju vinë nga ky fshat, nga Kravarica e Gjilanit. Shihemi. Në fakt është e mrekullueshme kur dëgjojmë histori edhe rrëfime suksesi që është nga diçka e vogël mund është me u bë me diçka e madhe me vullnet të plot, e sigurisht, siç na tha Zoti Agim Isufi që shëndeti është mbi gjitha dhe mund është me arrit gjithçka. Në fakt, brenda emisionit Votër kam dëshirë shumë me bë gërshëtimin e gjeneratave sa i përket historisë së vendbanimeve. Kur gjejmë sigurisht njerëz, kur nuk gjejmë, edhe s'kemi çfarë të bëjmë, sepse të tilla raste, fenomene të tilla kur kemi mungesë të njerëzve, sigurisht që edhe mungojnë ata. Banorët më ndihmuan dhe më referuan që në këtë lagje që mbi emri është Isufi, po ashtu është zoti Milaem, i cili ka mbushur 86 vite, mund ta imagjinosh, i cili është hala i fortë, unë kisha pas qef shumë që ai sot me folë së bashku me mu, edhe brenda kësaj lagje jeton ai. Në fakt është shumë interesante kur e them këtë gërshëtimin e moshave, sepse secili e ka historikun e vet. Dikush që ka jetuar ndoshta shumë vite edhe po e shoh. O përshëndetje. A dën mysafir? O mirë se të gjeta. Që s'u vlam më mbaru heq. Maci Milaem? Të mua tjeta, qysh je? A je mirë? Ka pru zoti. A je buri fort? Halo nere. Apo ulmi? S'po du më t'lon kom. Mirë se të gjeta. E pas ke nxon një hije që të. Jo, s'ket koma mirë ju fol goja. A me në zët, a kanë qesë që to pak që të? Qysh je? Elhamdulillah. A je gjallë? Faleminderes. Buri fort? Qysh jo mërë, dhe sa t'na lonë, Thash s'kem për dërzu. ato jashtë 84 vjetë me letra e kështu, 86 për thojnë. Po, valla, shtetë që shumë kanë thonë prind, 86 i kom, a 84 I ki kam kështu. me dokumentu, me registrim. 84 vjetë, qohësh, del, ecë, vozit. Dhe të sukur një, po, më shveqona unë, se do më të rishka i ka. Sensacione, valla, se unë e ka një herë minë zici. Pasha zotin, që edhe që qaj kur marojmë ka njerë, kur s'jellojnë granimi, jenë në përvoda se dalim edhe në katon të në fshatra, që unë e kom odën që qashtë që e kom
e kina lorën këtu. Mos më thë që ti që qaj e bën hizmet. Pasha Zotin, së kur një rritë që s'qaj. Pasi Milajm, 84 vjetë, çka të boni me konë ka që shëndesh? Ma ke pos probleme shëndetësore? Jo, vëlla, s'kom pasur probleme me shëndet gati se kur. Se unë mas pari, Zoti më ka dhënë në qatë... S'ka diskutim atë? Po, atë Zoti që i falenderoj shumë. E dyta, do më thonë me ngarkesa se kom munua lukëthin tem, të hongër, të asijë, diçka kom hongër, edhe kurse... Je rujt? Jo më rujt, mas shumë të jo më rujtën. Edhe këto mësime, e kena pas marrën në armatën Jugoslavë kërë në konë në atë kohë. Se atëherë edhe s'kena pas bukë ta më sa në... Me ungi? Sa me ungije. Po e ke pas një tretën e një bukës, edhe tani, kur në dhësin ligjerata, dhe ke mës me mënu, mas miri kur quhet pak i undë, kur gjë mas sheshëm, me ndërprej. Qatëherë, qashtu? E qashtu më ka metë më bëj atëherit. Pas ke qenë pjesë e armatës Jugoslave, qështë e kujten atë kohë, qështë u konë? Qërë, në atë kohë, po hampi unë s'ka majnë men, se unë e majnë men pi asaj të pricës kër në i kanë marë. Do më thonën të pricën, pullat, gjën, baktit të marshën, edhe përveshak mi quë, edhe duke në gjilan mi quë. Në atë kohë e përjetoj, nuk më kalu e kesh, amo është puna që besim s'kena pas kërë. Besim valloj s'kena pasën, se unë edhe në ushtrijëm kënë vëzës, se mu ushtrijëm ka shkolluë, dhe me thonën në atë kohë. Po. Kë mbrojtje popullore që ka u kanë të, ajo këtu e në pas kry kursin, e të një që nuk më kalu kërë, sukur do që kanë kalu. Punë e rona konë, e fështirë konë, se s'ke pas besim, u do këmë rrusë për si cilët. Për një fjallë të gojës, shkojshë më shpak të 3 mujdet e Shënburg. A po, nuk keni godzu, keni pas repsishëm. Po në kur bëjshën 3-4 shok shqiptar adin, më njerën ishin në ndërpresin. Hajde, ti ka, ti qka folë, qka bot, qka folë. E që ta tash edhe për këty në kamerëv, kena marrë një farë frike, a me gjese tash jem të lirë adin. Qushja, po. E kena pas një frikë, një... Ndrojtje kështu një farë frike. Po. Për me kalu atë pjesë, Basi Milajm, lufta e fundit në Kosovë, në Kravarit, në Gjilan, kujtohet se e dhimshme? Po, vëllaj, e dhimshme, o konën, edhe mu së më shkëshin men që tërkënd, typën më dhim këtë qatë qeta, po me refugjatë me kënë që shvijen, që atë shvijen e për e kam, jona kontonetën, se këta u jetru kjo. Po. Jona konë për 60 vetë. Me një sopë, me një dhomë, me një kuzhinë, nuk u konë vish një dhomë, mo për me vjetën. Që të jena konë, edhe erdhen pak para të ditë, ma patën mo një farë revole mu. Nese mo në qëtën gjëgje, diqysh, ja bon aqarën e pëshova pa më re, a qatë revole e dërzova. Kur në erë një detaj polici i sërbë, dhe në estra më zgaponi me dalë në malë, tha se kemë, tha, këta gjonë malë keme përshkatu. Në lënë një farë vezvesë, në gjithë me ato dhe fleshëm 2 ora, 3, shumë shkëshin menë që tërkun, vetëm fesha do të me bojnë rezil, në nërsyneve, se jeta qash nuk më asi, po do të me shnjerzojnë granimin nërsye dhe s'keshëm fuqina me asi. Me imbrojt. Po, para sabat, vesh kur ka larë që të zabeli, që atë otë në rëthun, dhe me thonë një grupë erë për katon qështu,
një këne, e në përën dilë një pishmijë. Babën e kom pas gjallë, a i zullë pishmijës. O, hajde përse të të masakrojnë asim. Më e tha, unë në të masakrojnë në shpetem, e tha, Allah ju qovën herë ju, e tha se, e asë kënë të mëzonë që kjo grupi i poshtër. Kur dëllëm atje regjimenti i vetirë që shkonë. I shkonë regjimenti i ushtrive, na nisëm jamojt pak malit për pjetë, po, kur të në ka dhonë me rafalla automat, këpëra kombe dhe plumët, edhe na zatë, do me thonë, prapë këtheno, u këthyna prapë me një detelinë që aty, kur erdhe një dy këshin qitë ato bombat këtu për vetë, thikat, edhe automatat, pimojnë që shtu, a ka terrorista këtu, jo, besim neve. Po thëtë kur është një gjuhën sërbishtë, mas miri, dhe më na deklaruaj. Sa komunistë e posha që këtë, po dhe se disha bashkash mirë, po sa nisa me dhonë zare dhe në më qu, në kome me dhonë përgjegjen, një kushëri jam i Radivojqet, në Alban të Radivojqet gjënë këmanë, kushëri për gjakët jem, edhe tha unë, tha, kur njoni e kish pas njovët ata, tha te, tha ti, ka i tje, tha, unë tha jam i Radivojqet, në katën e Radivojqet, dhja e din këtë treba. Po, që shjo, po. Unë tha jam i Radivojqet, tha, këta janë këtë SPS-a, pja bëndë. Këta janë konën, SPS-a, këtë gjithë kanë përkra, tha, rëzimin e kësana, po vishë me në qafa, si tha, ti tha, përshka jo arë, tha, këtu, tha, unë i kom vlazni, tha, erdhe në komandanti ushqisë të këta i patën rrëthe ku maherës e të në këtu. Tha, në ka thonën që kemi bu dhe ushtrimi ma preke, tha, jo, tha, mësë largonë pak ku këni vena, se kemi bu dhe ushtrimi. Dhe na, shka me bu. Qërë tha, një sate ma para, një kushëri jemi që duhe ka pas shpien. A i tha, u konsi i zesh pak, tha, ti sërë ne, tha, i pari, tha, me prinë kolon, tha, mësë që zedh, tha, kjo grupa e poshtër, tha, se kjo është dokumentar, me dokument që ka vinë, ju njohin, se këtu nështë i ka, u që kjo nështë i ka terrorista, nështë i asi, tha, ajo vje me dokument, ajo ka ta zene. U që kësë i theshin terrorista? Po, u që kësë terrorista i theshin. Terrorista ju theshin. Edhe, u këtheja me mbarë dhe njëherë babën, dhe shaj, na këtë dëllëm dhe rëftje, Allah i tha jo qovën të herë, se nuk erdhë baba. Që të tha, babër se po të masakrujnë që atë qesën për në atë kalene. Mëra tha, s'ka do në të mbojnë, tha, unë e kum këllur, tha, temen. Unë të dalën që aty të derën sakak, më rinja jetë që aty shpia të ma poshë aty, ajo shtia. Kërset ka automat, në thuj që u bu luft, pa po konë heqë. Edhe dollëm atje, në qëtën në balansën i katën që të afer, të gjamia, tha, ati kushërin pja bënd të cërni, tha, i pari, tha, unë ty të majnë menë, tha, shumë mirë, që të përcjeli, tha, se bënd me laku dika, vesh pritë, tha, plumi. Edhe me lo pak qatë ku se bëllë edhe më shme dhe mërzim to. Po, sët Kravarica e ka përjetu një luft edhe banor kanë me të pak ikën elshun katunin. Pak e në konë, po edhe... Edhe ma pak këni me. Edhe ma pak këna met. Pse kështu basi Milaim? Që ka ndodhë që elshun? S'pjo pëlqem më jetë a katunit? Da, qëre, tash si pëgjojnë pak edhe bizniset pak ma të mira. Pa dhe ma të leta, ma... Po, se që këj shati jo nuk o konën për ndash me ditën, pise u hapë që kjo ekonomia, pëmtaria, këtu se janë konë 240 hektarak,
këtë vishnje për para. Jo mjelëzin duldile, kolëzë, zishka, të një marshin punëtor. Qënë këtë fshat, edhe pa 30 vjetë kanë pas mundësi mu punësue me granim, me fmi, si ka mund të punue, jo në lasien. Do vene o konë edhe shtirë me artë të vene i punës, dikon. Po, qëshja? Po, këtu, që ka pasën punësim, ka pasë toka e jo në shumë pjellore. Nese doka që malësia, amo është shumë pjellore. Gjithë bereqet, ajo ai që e punon. Bëhat këto, ai që dënë me punu dhe pej gurit në zërë diçka. Po, doj. Po kravarit se emri ka i ka orë dhe kravarit i ka orë dhe emri, po. Se neve kër në kanë shpërngurën për Serbijës në tonë, se na për Serbijës jenë, për anës Leskovës të nishit të kërë. Po. Po, ju e dini ma mirë këta, po une kanë ardhën 2 vllazni këtu, jo këtu, po në balans. 25 vjetë kanë jetu në balans. Po shka veç pak? Se të ka orë një këtë? Jo, falë. Edhe, atë në balans, bere dojë, në balans ka nejtë 25 vjetë print e tonë. Gjyshi im ka litë që të në qitë balansën. A i ka tash të, me gjithse o dek i ka për 120 vjetë. Po. A i ka linë në balansë, e mas 25 vjetë, na ka ishtë formu një komision dhe qysh, më na i dhonën, më na qitë në qëtë katën këto. Tu ishtë konë se mreze gjove. Po, mreze gjove, bilim që atë në rrugë që atë, kalëzëke gjysha jeme, kalëzëke kërë jëna shku e theke me jëllë ajo gjysha kalëzëke për atë babën e ati në parve tonë, sërgjysh. Ti e veç pak? Ishko në fur edhe në këpërnoja, që që thënë në kërpnoja këtë. Që ashtë e ishko në faveni, e sefte që aty, me i ka thonë. A nuk thume se a qaj komisioni, nese së bëhia, nese kishë pas marrë pak rëqfete, dhe me thonë, hampi tonëve, hampi atyne venaliva, dhe në që mirë hekë më hargjerë për tuajtë mja dhonë një ven, po nese a gjithë nuk po du me hije, se kje i vjenë si përqarje e poplit. Hes po hina në e ku po? Po. Pije pa kuj? Bismillah. E në që shpi, në qëtë katon, kur kanë lidhë kejta më hargjerët, 7 shpi ishin kanë. Një e shkonën që atë, nëse me se din të këtë teren, një ajet Lëpovica, Isufi, në thirë me Isufi, Abdullahi po Isufi, edhe një Jabush, një ma poshen që atë, një e shkon Gjigol, pasjash, edhe do shkërjeli shënkonën, ata unë si kom rri këto. Po ata ma herët ishën kanë shpërgula për Turkia, për nuk e di se qysh. Që ata shkërjel të Gjigol, pas jash, ma vonë të një kanë ardhë dhe Bucali. Po ata e maj men edhe unë, ma për para nuk e maj men. Nuk e maj men. A vishakin e këto kreç ka jenë konën, bilim që ta filmet, kur e kësyrë që filmin Rrugët e Lirijës, këtë më përkujtojnë që shokanë. Po doke, a i shokanë të prisë, po një të ro bukë që e kishën për 3-4 muja, 5 muja, 6 muja, me qka ishën dhe shpia pak, dhe shka ma gjalla dhe nëse jënë konë dhe shkret kejtë. Po doke me që me më shefën dritën me asë, s'kina pas të prisë,
Po, ata janë gjithë emnin të prisa. Po. Pula të vike të njeke, para sabajt. I dalke të njeke pulat që ka me shkime pru. Që ka zvohë kemi pru. Gjonë mu tani u do këtë natën, na marrë ke babaja me kapën, baktin me qitën gjysën atë, në malë gjysën me majtë të mrana. Në shqipet e projës, po... Histori e gate që ata thash nuk më du më të shti edhe fërtë se... Ja. Nashta mund me dhim ka pak se nuk janë memorjet mira, Vasimilajm. Une po du më të falenderu për vullnetin që e ki së 84 vjeç. Vallahi, une... Edhe për këto fjallë ka shtë mira. Kurse në bilem këti kemë thash do kosherit tonë të këtu e në konën, në Dardanin, në tanë kose që për para u qujtën. E atje, janë shpesh vinu në vetën mu, për dhënë që s'kalëshu hala adën memorja, o qërë nuk, që ato shka i kom përjetu, i kom ditën atëherë edhe më vdojnë zotë edhe 20 vjetime, tash nuk e dione që shë funksion memorja trune, po, me që të mendemi majnë men krejtë për po. Vasimilajm, falemdej shumë që folë së me mu, e unë pritë këto. Faleminderit, në keni lënë edhe ju për shtypja, Allah ju në roft, e Allah ja pagojt këtë muni që e keni bo, e në keni vizitu, në keni ndëru venin, se... Qofë gjithmonë ndërum. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Vasimilajm Jusufi e na po takomi në një pjesë tjetër të fshatit Kravaric me këta njerëz të mrekullueshëm e fantastik. Qysh jeti? A je lot? Që e mirë. Që e ishim të vlojët më s'ka busha, të Milajimi. Po, vlojët që të plakin e ka vënë. Jo, kjo plak, kjo majrisë one. Pasha zotër. Pasha zotër. Qysh jeti? Me shëndet? Në sheher edhe ti po jetan, a? Po, po që pizori se e kënë krejt në i lanë këtu ketë fshatin bosh. S'poneta këtu po tash jena orë me bo mere me të Për juve që jeni ka pak në mosh me orë që të mirë jo banë. Ma mirë, vëlla. Ani. Veç dashtë të më të përshëndet se me Albonin gjithë ditë na për fshat. Falemderit shumë. Se s'po duhet më shumë ku. Po, a i ka dhone kofa, na i pia, na i sena, të shka. Më thonë që jam derit që të nuk më besan. Ndoshta mundet me qenë si fenomeni këtë që fshati është në qëtësin e banorëve, si që po e them në secilin takim që përshimi kështu, po e mira është që nuk është që njerëzit kanë hekur dorë komplet nga vendbanimet e tyre. Të pak të ndikush vjen e hop dyrë të oborit, dyrë të shtëpis, punën në përto e bën pak bashkët, sidomos për moshat e vjetra, si që bisedua me Vasimilajm, është mëse domosdoshme që jeta në fshat është më shëndetshme për ta. Brenda emisioneve, kur bëj këshëtimet e moshave, kam shumë dëshirë, sepse secili e ka rrëfimin e vetë, secili e ka narracionin e vetë, edhe sukseset e veta ndoshta ndër vite. E kam Alban Jusufin pranë meje që mund të them që ka qenë një lloj iniciatorit që me ardhë brenda fshatit Kravaric edhe në fakt nuk e ka harru. Për punën e tij që bën në përditshmëri për mos got, faleminderit shumë që na ke prit fshatin e ju. Mos gabofsha kam bisedu me babën tënë, pikëspare tek plantacioni që e keni atje me fruta, me Vasimilajm, që e keni të njëjtin mbiemër realisht. Faleminderit shumë për mikpritjen. Në fakt që na keni bo. Alban, një fshat i qetë, një fshat i braktisur prej banorëve, por jo prej të gjithëve. Një person si ti ka vendosur që me mbajt me diçka fshatin. Pse? Më të vetë pse ndoshta është pyetje pak jo e duhur, po... Faktikisht nuk jam veç unë që kom vendosur me bo edhe që bëj këto. Ka shumë tjerë, po faktikisht sot është ditë pune, edhe shumica që merren me bashkë edhe që kanë plantacione të vogla, ma shumë e frekuentojnë shtunën edhe djelen, do më thonë vikende gjinden këto pare edhe i mirë mbajnë e i këshyrin ato pjesë. Me qka do që mbilin? Edhe kjo qëtësia në përfshat është, faktikisht është ajo që nuk ka shumë banë në përfshat, po edhe ata që janë,
gjatë ditës janë puna, janë domethënë me angazhime me Po. punët e tyre që me. Qysh është rrit Albanin Kravaricën e mbushur me njerëz? A e mban mend? Po, mbaj Qysh mend. ka qenë Alban? Po ka qenë kohë e mirë, ka pas banor shumë. Shkolla ka pas nxënës shumë. Çdo moment, domethënë, ka ke dal rrugës, sa ka ke ne, i kemi thonë, sa ka kur e dal, ke pa njerëz, ke pa gjithçka. Domethënë, vetë fakti tregon që sa bëm rrugën dhe Sa nxënës i ka sot shkolla Alban? tut ta mos po gaboj, nuk besoj që ka më shumë se 4. 4. Një mësus garanti më sen. Nuk e di për ato, veç nxënësat më 3-4 nxënësa. Do me thonë kjo është edhe ndër shkaqet kryesore që thrit ose familjet e reja që i kanë fëmijën e vogël detyrohen me u shpërngul shkoku i shkollimit. Sigurisht. Kur nuk ka kolektiv dhe nuk ka... Po kjo është kryesorja, shkollimi është kryesorja. Tana janë edhe shkaktarë tjerë, po kryesorja është kjo. Alban, me sa di, përveç që një pjesë të investimit, le të themi kështu që në gjuhën popullore thuhet jashtëhalin që ke bë në këtë fshat je edhe nëse mund të me i thon biznes, HDO, shpurja banorëve është e jotja në qoftë se nuk ka bën. Tregon pak se është rrethim sukses, nuk e di sa pranon me fol për punën tonë, po me knaçi kisha dashur. Po mirë, mos e veç Po e qas në pa. Para shton si pyetje, ke po të përgjigjem. Faktikisht HDO kompaninë e kemi biznes primar. Me HDO kompaninë merremi si të them 100%, e këtë biznesin këtu që e ke vizitu ti pak më herët, këto e kemi biznes dorës dytë na, për neve. Merremi edhe me këto, e zhvillojmë me gjithçka çaq sa kena mundësi, i kushtojmë kohë edhe këtij, po primare kemi. Kur ke filluar me kompaninë? Kompania mbi 10 vite ka. Mbi 10 vite. Ke arrit mushtrinë gjithë Kosovën? Me i furnizu me ujë? Po. Shumicën e vendeve, po. Qërë te je shumë modest, me sa kom dëgju, po kom dëgju që për me shku në thellësi tokës e ke vendën e parë, Alban, apo e kom gabim? Tregon pak më rebur se i të full për biznes tonë. Po, këto e përcaktojnë klientat edhe me thonë audienca në është Audienca jo është kjo emja ti ki klienta. Normal, klientat ato e përcaktojnë ata. Mendoj se po. Kem teknologji të avancume të shpimit, pajisjeve të shpimit edhe po. Kjo është shumë e mirë. E mirë tjetër është po ashtu edhe me qenë se papunësia është problem kryesor, të paktën kanë qenë deri tash ose vazhdojnë me qenë, qysh a ki punëtorë që punojnë të te marrin rrugë, me pas motivin me qëndru në Kosovë, a kemi punë në Kosovë duat pës, me qenë se je... Po, unë po të përgjigjem kështu shkurt, në kompaninë time ka punëtorë që kanë dalë për kompanisë, kanë shku, kanë punu, kanë provu në Evropë, mandej janë kthy edhe vazhdojnë e punu. Këto? Sot punojnë kompani. Alban, qysh e sheqit pjesën jashtë, nështë ta majeria të ka shku menja me ja kthy shpinën këtyne të rojëve, kësoj pune, se cili e kemi pas mendimin që me shku pak jashtë. Ti a ke mendu? Une personalisht, vllohem ka jetu 7 vite në Gjermani. Do me thonë me dokumentacion, me gjithë shka në regull, me punë, me kredi ka pas. Po. Unë jom kone kom vizitu, po mu personalisht nuk ma ka morë mendja kur që mu i mu adaptu, edhe me vazhdu me jetu ose me punu në dikon tjetër. Edhe kur se ke va? Faktikisht, sot do vllohu është ty, edhe punon në kompaninë tonë, po mu për veti nuk ma ka morë mendja kur. Se kom po vetën që mu i me do diçka jashtë. Ata që shkojnë a është zgjedhje aty na për një me nuk ka punë në Kosovë dhe dojnë me shku atje? Po tash, punë në Kosovë nuk mund me thonë që s'ka, se punë në Kosovë ka, edhe pagat mira ka, po zgjedhje tyre, unë e mendoj që ma shumë është kjo që e ndëgjën dikon të thonë jashtë, ose jashe kur vjenaj me një kerë ose me një jashe veshin ose dishka, edhe mendoj që aje edhe atje e hoq ashtu, po faktikisht është 100% e kundërta. Që për shumë ti jeni drejtar që okej, të shohim vesh solid, jo nëse jetër edhe kravat.
Faktikisht sot po më shek kështu se Si e ndesha vjetra. Tjera jo me tesha punës. Alban, unë e kam bisedu shumë edhe për brenda fshatit, për historinë e luftës lavdishme, për punën që e bëni, kështu që s'po du më të mundu edhe më shumë, përveç që jam shumë i kënaqur që Kosova ka kësi njerëz dhe uroj që me i pas gjithë, realisht me qenat dhe dashës, për një vend që njerëzit kanë delë gjak për me qeni Ka lirë. shumë, fatmirësisht ka shumë njerëz që merren, që punojnë, që veprojnë, që hapin vende pune. Ka shumë, mirë shumë. E uroj që vetë shtohet. Faleminderit shumë Faleminderit edhe edhe juve. për pritjen edhe për gjithçka që na ke bosat. Sa pse jeni të mirë se ardhën. Besoj që secili bashkëfshatar jemi ju kish taku, kish sill kështu siguron, ju kish prit, ju kish mirë prit. Faleminderit shumë edhe jam i njës për tonë jetën. Ka pomi halo Kravarica, edhe pse nuk ka shumë njerëz, po pomi dikot shumë bukur anej, andaj ne takomi vetëm pas pak. Kemi ka fundi, shihemi. Mbase i bjen edhe me qenë shumë përsëritës, sa herë që e mbyll emisionin në votër, po që seriozisht njerëzit që i takoj në përvendbanime të ndryshme të Kosovës janë njerëzit më të mirë që mundën ndoshta me ekzistu pa egzageru në gjithë botën për vetë faktin që mikpritja edhe dashnia e atdhejot për vendin e tyre që e kemi, lirisht mund të adhe me plot gojen, është e jashtëzakonshme edhe nuk ka mesazh më mirë se sa që mundet me u përcjell një gjë e tillë. Unë u kënaqa shumë në Kravaricë, për vetë faktin me këtu pamje, me këta njerëz mikpritësa, ndonjëherë jo që shkojmë dikum vetëm që me na prit me hongër, me pi edhe me u dëfry në forma tjera, po mjafton një fjalë e mirë edhe është gjithçka që mundu me e përcjell përmes fshatit, përmes fshatrave e specifikisht sot që isha në Kravaricë, që të mos ja harroj emrin. E kështu du mi kërku falje banorëve të tjerë të cilët nuk i takova, por që morra shumë përshëndetje nga ata që nuk pranojnë jo çdo herë me folë para kamere, por po du me i falenderu fisin Isufit që disa prej tyre u prononcuan për mua, du me ju falenderu për gjithë ato që ju e përfaqësoni dhe mos harroni edhe ju të tjerë të cilët e ndiqni emisionin votër me na ndjek, sepse ky është vetëm një fshat, e ka shumë të tjerë të cilët unë do t'i prezantoj me emisionin votër. Për mos me harru jo, në javën tjetër vazhdojmë me epizodën tjetër në fshatra tjera të votrës tonë. E që mos harroni po ashtu me ndjek pjesë e shkurta që vinë nga ky emision e që ndohen nga një ekip fantastike që janë këtu përballë meje. Deri në takimin tonë të radhës, këtu janë pamjet e fundit nga fshati Kravaricë e Gjilanit, besë gjithmonë po harroj. Miropafshim e qëndroni me mua.